pse punëtori pyetjen e parë po ma bën sa e kam pagën. Fundit ai vjen për pagë dhe vjen për interes. Njëjti i intereson edhe punëtorit, përveç kushteve tjera të barabarta të punës, i intereson edhe paga. Punëtorët shihen nganjëherë si robër, gjithmonë ka përjashtime, kuptohet, dhe jo si kontribues. Domethënë ai e shfrytëzon punëtorin maksimalisht. Prandaj edhe një prej pyetjeve idiote që i bëhet në intervista një punëtori potencial është, ai në gjendje me punu pas orarit. Pa këtë punëtor ti nuk mundesh, faktikisht ky biznes është fitimprues. Edhe në fundit qysh të intereson ty e shfrytëzimi maksimal i potencialit një punëtori për me arriti qëllimit e tua. Po du me më dalë tek një artikull ku ju keni thënë që punëtorët trajtohen si sklever modern. Pse keni thënë këtë? Po, për arsye të disa prej elementeve që i ceka ma herët, edhe mendoj që po, ekziston një farë forme e sklavërisë moderne ku punëtorët shihen nganjëherë si robër, gjithmonë ka përjashtime, kuptohet. Ka edhe kompani edhe institucione që janë kredibile edhe që ka edhe punëdhënës që janë pashtu të përgjithshëm edhe korrekt, ka edhe punëtorë që thash që ka analfabet funksional, që janë të papërgjithshëm, që janë manipulues, që e shfrytëzojnë momentumin për me keq përdor kompaninë. Mirë, po na po i bëjmë këto përjashtime dhe po tregojmë që ka edhe punëdhënës si fenomen sociologjik që i shohin punëtorët si robër dhe jo si kontribues. Domethënë ai e shfrytëzon punëtorin maksimalisht. Prandaj edhe një prej pyetjeve idiote që i bëhet në intervista një punëtori potencial është, ai në gjendje me punu pas orarit. Për shembull, disa prej këtyre punëdhënësve ju pengon pyetja pse punëtori pyetjen e parë po ma bën sa e kam pagën. Që është pyetje tërësisht legjitime. Fundit ai vjen për pagë dhe vjen për interes. Edhe biznesi me cilin ti operon, pa këtë punëtor ti nuk mundesh, faktikisht ky biznes është fitimprues. Nuk i as shoqat, as organizat, as fondacion, por i biznes fitimprues, edhe në fundit qysh të intereson ty e shfrytëzimi maksimal i potencialit një punëtori për me arriti qëllimit e tua, njëjti i intereson edhe punëtorit, përveç kushteve tjera të barabarta të punës, i intereson edhe paga, kështu që nëse pyetja e parë është mbi pagën, është pyetje tërësisht legjitime. Prandaj kur na e shohim ata si rob, edhe e shfrytëzojmë maksimalisht, edhe e vendosim në pozicione të pabarabarta në shoqëni, edhe asnjëherë nuk e motivojmë, nuk e shpërblejmë, nuk e falenderojmë, nuk e përshëndesim,